Nëse ju keni lindur në datat 13, 21 dhe 31 të cilit do muaji, atëherë kjo video është për ju. Të lindurit në këto data, sipas Madame Blavatsky's, i përkasin arketipit revolucionari. Këto data janë në ndikimin e planeteve Uran dhe Mars, që janë planetet e ndryshimeve, transformimeve dhe veprimeve të guximshme. Të tillë njerëz janë faktor natyral të ndryshimeve në shoqëri. Ata nuk kanë frikë të lundrojnë kundër rrymës dhe të synojnë me të gjitha forcat progresi. Shpesh, ata janë të parët që shkelin rrugët e reja në fushat e tyre. Misioni i shpirtrave të tillë është shkatërimi i formave të vjetra dhe krijimi mundësive për të renë. Zakonisht, shpirtrat të tillë lindin në periudhat e ndryshimeve të mëdha shoqërore me qëllim që të shërbejnë si katalizator për transformimet e shoqërisë. Për revolucionarët, ndryshimi nuk është thjesht mundësi, është domosdoshmëri. Ata shohin papërsosmëritë dhe problematikat e sistemeve aktuale dhe punojnë për ndreqjen e tyre. Kanë një ndjesi të thellë të drejtësisë dhe imazhit të një të ardhme më të bukur. Për më tepër, mbi arketipin revolucionari, na ndiqni në pjesën 2.